22 prilin, ditën ndërkombëtare të tokës, e shënuan edhe nxënësit e shkollës fillore Visar Dodoni në fshatin Varosh të Ferizajt përmes aktiviteteve të ndryshme për pastrimin e ambientit ku jetojnë. Me këtë rast ata kanë realizuar edhe një video sensibilizuese me qëllim që tek bashkëmoshatarët e tyre të përcjellin mesazhe edukuese për ruajtjen e mjedisit. Kështu që le të bashkohemi që të bëjmë një tutje shije. Së bashku me kolegët e mia ekologe e kemi bërë një iniciativë, kemi bërë një aktivitet me rastin e 22 prillit ditës së tokës. Kemi paraqit historikun e kësaj dite dhe disa bukuri të tjera natyrore që edhe ingjizimin e kemi bërë pak në fshatin Varoshonin dhe pak në Neredime, ku kemi pasur një piknik së bashku me shkollën tonë. Kemi dalë në këtë natyrë të gjelbëruar të tregojnë se çfarë fshihet pasoj. Ideja që kemi bërë këtë video ka qenë sepse pasi që ka qenë dita e tokës, ne kemi dashur që t'i mësojmë njerëzit për rëndësinë e natyrës, ku edhe kemi fol pak për historikun e tokës, edhe kemi dashur t'i mësojmë se çfarë rëndësie ka toka, që ata në mënyrë me mbrojt tokën. Drejtori i shkollës fillore Visar Dodoni Sami Musa thotë se aktivitetet të tilla në të mirë të mjedisit duhet të organizohen çdo ditë e jo vetëm një herë në vit. Ne kemi bërë përgatitje kështu me ekologët, grupin e ekologëve të nxënësve, me mësimdhënësin Gjemile Rysha dhe një mësimdhënës tjetër që i kanë caktuar disa nxënës për pastrimin e disa ambientit brenda oborit shkollor edhe jashtë në periferi, disa rrugicave, kanaleve kështu, pasi që ka qenë kjo ditë. Ne kemi dashur me vedisu edhe masa tjera të nxënësve se ta ruajmë ambientin, ku jetojmë edhe ta pastrojmë ambientin. Të vedisohen nxënësit me këtë mos hedhin mbeturina pa vend, po ta ruajmë ambientin për një ambient më të pastër. Dita ndërkombëtare e tokës konsiderohet si ditë që mëton vetëdijesimin e njerëzve, lidhur me keqpërdorimin, ndotjen nga industritë kimike dhe erozionin e shkaktuar nga shpëllëzimet masive.